e të drejtave të punëtorëve. Po nisna nga kjo të marrë parasysh që qeveria e kaluar, pothuajse 5 vite kanë kaluar dhe s'kena pas Ministri të Punës dhe Mërqenies Sociale, e cila në farë forme ka qenë një departament i Ministrisë të Financave, kur e kemi parasysh se kjo Ministri e Punës dhe Mërqenies Sociale paraparsisht i përfshin dikon mbi 400.000 punësuar që janë në Kosovë edhe ndoshta janë 100.000 tjerë pensionistë edhe sektorëve tjerë social, ka qenë një gabim i madh që nuk ka pas një ministri tjerë të punës dhe mërqenies, e cila u shue faktikisht se gjithë qeverisjeve të më përpashme, ka ekzistuar dhe kjo ka bërë që mos të përcillet puna, jo të përmirësohet puna e sigurisë në punë dhe puna dhe shëndeti në punë, por kundërzi është keqësu. A kanë bu sindikatat mjaft në mbrojtjen e këtyne? Jo, nuk kanë bu për shkak se edhe s'kan pas mekanizma, ashtu si që e tha dhe zëti Vebi që Këshilli Ekonomik Social, jo që s'ka qenë funksional, po edhe sot s'është funksional, përkundërzi asaj që u shpall para një 4-5 muajve një konkurs për funksionalizimin e Këshillit Ekonomik Social, derisa as nuk është anuluar konkursi, as nuk është bërë përzgjedhja dhe nuk është funksionalizuar, tregon që qeveria nuk ka pas qëllim për me shiqu këto çështjet e punës. Na folmi vetëm për rastet e vdekjeve që janë, edhe që patjetër duhet publikuar se vdesin, ndërsa rastet tjera të lëndimeve që janë, që ndoshta jesin edhe me pasoja të mëdha, me invaliditet në punë. Ka rastet të mëdha të cilët punëdhënësit ndikojnë në forma të ndryshme dhe ato s'paraqiten fare, ose edhe kur shkojnë shërbime, kena dhe rastet energjetikës kur gjatë kohës kur ata punojnë me energji me tensionet lartë, janë pa mbrojtje, pa kur gjo, edhe ato nuk raportuan fare të inspektorati i punës. Nuk e fajsoj shumë inspektoratin e punës, por shkak se edhe aksionet që merren, mendoj se aksionet duhet me qenë edhe këshilluese, jo vetëm dëshkuese ndaj bizneseve, duhet me qenë aksione këshilluese. Në vendet që kanë pas sukses, dhe mendoj që duhet ketë sukses, ato ku bashkëpunojnë sindikatat, edhe inspektarët, edhe dalin me i kontrollue, me i spitue vendet e ndryshme të punës. Jo vetëm ndërtimin, se këto forme vetëm për ndërtim, po kemi pasigurim punë, edhe pasojë puna kena shumë edhe në çështjet e laboratorëve ku punojnë. Ato ka reagenca, punëtorët janë pa mbrojtje përshtatshme të punës, ka për shembull, po foli edhe për narsim, ka në përvende ku ende punohet me shkumës edhe me tabel, s'kemi ujë fare në shkollë, shkruhet shkumës, pastrohet tabelja, krijohet një plohën, i cili e dëmton shëndetin edhe të nxënësve, të fëmijëve në atë rast, po edhe të punëtorëve. Kështu që me krijimin e ministrisë tash, edhe një këshill që ka qenë për siguri dhe mbrojtjen punë, cilin ka qenë pjesë edhe sindikata, s'ka funksionuar që sa kohë, s'ka funksionuar fare, mund të them që në 4 vitet e fundit s'ka funksionuar. Tash kohën e fundit, javën e kaluar, po më duket është marrë një iniciativë, është kërkuar nga sindikatat me qenë përfaqësues në atë këshillin, urojmë që të funksionalizohet, urojmë që sa më shpejt të funksionalizohet edhe Këshilli Ekonomik Social, për shkak se edhe në Këshill Ekonomik Social janë ato kodet e punës që është dashur më miratuar, pikërisht këtë që e tha Vebiu se ndoshta pak duhet më bë analizuar do vende punës ku nuk kena nevojë shumë, edhe ku ndoshta janë pak si tepër, jo me largu ata punëtor, po në farë forme me trajnu, me bë inspektorë të ndryshme, me bë ato ku kemi nevojë, ku kena mungesa, me profesionalizue për çato çështje të po thëmë, nuk sindikatat nuk e kanë pas mundësinë e reagimit shpejt. Thonë drejtën, ndoshta edhe tani edhe në disa sindikata, ndoshta edhe kanë ndikuar pak edhe çështjet politike, nganjëherë edhe s'po kije edhe kujt i ankohesh. Nëse ti ankohesh edhe bën një protestë edhe kërkosh se merr parasysh se ndëgjon zërin tën, sikur rasti që tash për këtë një maj në vend që nuk i kena punë super në Kosovë që mos protestojmë ose mos të bëjmë ndonjë aksion tjetër simbolik, po kur e shohim çysh janë krijuar rrethona, çysh është
qeveria në qito situate, s'ke pas, ndoshta kur sa dëgjon të kërkosh zërin, s'ki edhe kujt e ankuosh. Zakonisht, për dallim nga protesta, për 1 maj zakonisht ka fest. Edhe pse janë shumë probleme për cilat ishtë dashur me protestua, po? Protesta, po thëmë, në qëtë rast, si në këtë vetë, qysh e kena pos situatën në parlament me blokimin edhe kret ligjeve dhe tentimin për disa ligje dhe mu shpejtu, mu kontrabandu, për shembull, qysh e kena pos ligjin e rishikimit të buxhetit që do shta u dasht për shkak që është ditë që përshkojnë në zgjedhje minutën e fundit me bon një buxhet për çështje sociale, në realitet ka qenë tentim për buxhet për blerjet votave në fushatat zgjedhore. Kemi menduar që mos protestojmë, jo pse s'kena arsye, por ndoshta që pak a shumë të mos të rjekun vëmendjen nga protestat në ka çështje tjetër kur kena menduar që janë disa çështje tjera më të rëndësishme se sa protestat me bën këto momente. Faleminderit shumë, zotëri Akaj, ku qëndron